Po ju them diçka, mëkatet tuaja s'janë mbuluar, ato janë fshirë. Perëndia nuk i kujton më ato. Ai ka larguar aq larg sa që është lindja nga perëndimi dhe çdo ditë është një ditë krejt e re dhe ju mund të keni një fillim krejt të ri. Si është një pamje shëndetshme e vetes? Nëse do t'ju thosha sot, dëshiroj të keni një pamje të shëndetshme për veten tuaj. Si do të ishte kjo? Po ju jap disa pika kyçe. Një person me pamje të shëndetshme për veten mund të thotë, unë e di se Perëndia më krijoi. Nuk jeni një aksident, jeni krijuar qëllimisht, me shumë kujdes, në mënyrë të mrekullueshme, në barkun e nënës suaj, nga duart e Perëndisë. Me dorën e tij. Ju keni shenja gishtash që askush tjetër nuk i ka në botë përveç jush. Ju jeni unik dhe çdo gjë që është unike është shumë e vlefshme se diçka që është njësoj me diçka tjetër. Perëndia ka një qëllim për ju. Dhe ai ju do pa asnjë kusht. Dhe më pëlqen shkrimi tek Efesianëve 1:4 dhe 5. Sikurse na zgjodhi nga dashuria e tij. A mund të thoni jam zgjedhur? Jam zgjedhur. Thuajeni përsëri. Jam zgjedhur. Nuk është se Perëndia ngeci me ju. Por ai ju zgjodhi në veçanti, në fakt ju zgjodhi për veten e tij, si të tijt në Krishtin. Ai nuk na zgjodhi nga që ne e meritonim të zgjidheshim, por nga që ne besojmë në Jezusin dhe ai na shen ne në Krishtin. Ai na zgjodhi për veten e tij, si njerëz që jemi në Krishtin. Dhe e bëri para themelimit të botës, që do të thot para se të bënim diçka të drejtë apo të gabuar, ai na zgjodhi. E dini, nuk e di për ju, por mendoj se të gjithëve na pëlqen të jemi të zgjedhur. Të gjithë dëshirojnë të jenë njerëz të zgjedhur. Bibla thot se jemi bebja e syrit të tij, dhe nëse se bëjmë të tepër frymërore mund ta mendojmë kështu. Shkojmë në dyqan dhe jemi të uritur dhe do të blejmë një moll. Dhe nuk shkojmë thjesht të marrim një dhe të shkojmë tek regjistri, por shohim disa moll, i shohim ato me shumë kujdes dhe marrim atë kokër që mendojmë se është më e mira. Perëndia thot se jeni bebja e syrit të tij. Jeni si ajo molla që ai do të zgjidhte. Ju thoni, si mund të jemi të gjithë bebja e syve të tij, duke qenë se është Perëndi dhe mund të bëj çdo gjë për çdo njeri në të njëjtën kohë. Ai edhe mund të thotë, ti je i veçantë, je më i miri, je më i rëndësishmi, dhe e thot vërtet, sepse ai mund ta ketë këtë lloj marrëdhënie të afërt me secilin prej nesh në të njëjtën kohë. Forca. S'do të dilni prej këtej pa vendosur se do ta pëlqeni veten. Ju thoni, e po, unë jam 20 kg mbi pesh, si mund ta pëlqej veten? Po ju them, po ta pëlqeni veten pak më shumë mund të humbisni pak në pesh. Sepse një nga gjërat që ndodh kur ne nuk na pëlqen se kush jemi, është se kemi një boshllëk brenda nesh që ndonjëherë përpiqemi ta mbushim me ushqim. Por si jemi të uritur që ta ham diçka tjetër, jemi të uritur për përmbushjen që vetëm Zoti mund na e jap. Por ky është një mesazh tjetër, nuk kam kohë për këtë. Por a e kuptoi ndonjë nga ju këtë që thash? Në rregull. Kjo është arsyeja pse duket sikur pavarësisht se sa ham nuk ngopemi asnjëherë. Jezusi tha, nëse hani nga unë dhe pini nga unë, tek Gjoni 6, kur s'do të keni uri dhe kur s'do të keni etje. Unë jam ushqimi i gjallë, unë jam buka e gjallë, unë jam uji i gjallë. Gjithsesi, si të thash, është mesazh tjetër.
do të mahniteshit nga të gjitha gjërat që do të rregulloheshin në jetën tuaj. Nëse do të vendosni ta donit veten në mënyrë të balancuar dhe të dinit kush jeni në Krishtin. Nëse keni dëgjuar këtë vazhdimisht e vazhdimisht, është një kujtesë e mirë për ju, por nëse është hera e parë që po e dëgjoni diçka të tillë, do t'ju duhet ca kohë që të hedhë rrënjë në ju. Sepse në një mënyrë apo një tjetër, ne pandehim se është frymërore të mendojmë se si jemi të mirë. Unë jam thjesht një mëkatar i ligë, i mjeruar, i dëshpëruar, jam një njeri shumë i tmerrshëm. O Perëndi, më vjen keq, Perëndi, më vjen keq, Perëndi, më vjen keq. Ndonjëherë ne jemi kaq, vërtet, në fakt e bëra këtë mëngjes. Ne mësohemi kaq shumë me këtë keqardhje, dhe unë thash në mëngjes, as e di pse e thash. O Perëndi, më vjen shumë keq, dhe sikur dëgjova, për çfarë? Mendoj se duket sikur ne gjithmonë kërkojmë falje për veten, nga që thjesht e dim se bëjmë gabime, por kjo është edhe arsyeja pse kemi nevojë për Jezusin. Dhe s'po them se s'duhet të kërkojmë falje për mëkatet, Bibla thotë se duhet të trishtohemi për mëkatet tona, por ka mësuar se mund ta bëjmë me shpejtësi dhe të kthejmë përsëri tek njohuria se kush jam në Krishtin dhe të eci përpara me gjërat e mira që Perëndia ka për mua. E dini, në një nga festat që judenjtë kishin atë kohë, që nuk e kam përmendur herë tjetër kur kam folur për festat, por një nga festat ishte diçka që e quanin 10 ditë nderimi, dhe ata pendoheshin për 10 ditë. Tani që unë jam në Krishtin, mund ta bëj këtë në pak sekonda. Dëgjoni, forca tani, mos u bëni shumë superfetar me mua. Shiko, pa prit një minutë. Unë nuk mendoj se duhet të ndihesh dhe kaq mirë për veten tënde. Jeni duke harruar një dy fjalë të vogla, në Krisht. Në Krisht, në Krisht, në Krisht. Dëgjoni, unë e di mirë se çfarë jam pa të dhe jam më pak se asgjë. Por nëse duam të kemi fitore në këtë jetë, më mirë të mësojmë dhe të kuptojmë se kush jemi në të. Palin e njoh, Jezusin e njoh, po ju cilët jeni. Forca, dikush duhet të çlirohet sot. Dua të dëgjoj disa broritje nga ato të kohëve të vjetra në këtë sallë. A e keni idenë sa e mrekullueshme është të mos e urreni më veten tuaj? Dhe të mos e krahasoni më veten tuaj me dikë tjetër, nuk ka pse të luteni si dikush tjetër, nuk ka pse të studioni Biblën si dikush tjetër. Një nga gjërat më friksuese është se mos nuk na zgjedhin. Kur unë isha në shkollë, ata bënin një gjë pa kuptim. Ishte thjesht mënyra si bëhen atë kohë. Ne luanim futboll në një nga orët e fiskulturës. Ajo që mësuesja bënte, ishte se merrte gjithë klasën dhe zgjidhte 2 nxënës si kapiten skuadrash. Disa nga ju po tundin kokën, ju kujtohet. Dhe pastaj kapitenët zgjidhnin lojtarët. Të dua ty në skuadër, tjetri thoshte të dua ty. Të dua ty, të dua ty. Një nga gjërat më friksuese në botë ishte mendimi i të qenit i fundit që mbetej atje, duke ditur se askush nuk të donte. Ende më kujtohet sa e tmerrshme ishte. A ju kujtohet kjo? Wow, kjo do të thotë se shumë nga ju janë... Shumë nga ju vinë nga një epokë tjetër. Dhe unë nuk isha, po them, isha një lojtare futbolli mesatare, por sigurisht që si isha e mirë, kështu që kur nuk isha nga ata që zgjidheshin të parët. Zgjidheshin të dytët apo të tretët. Fatmirësisht më kujtohet që nuk isha edhe nga të fundit. Por më kujtohet se sa e tmerrshme ishte të kishe frikë se mos mbeteshe.
Dhe ja cili është thelbi, ju mund të dilni sot prej këtej me sigurinë se kur s'do të jeni të zgjedhurit e fundit nga Perëndia. Ai tashmë ju ka zgjedhur ju, ai tashmë beson se jeni të veçantë. Dhe ai ju do. Kur nuk ka pse të ndiheni askush s'më do, sepse Perëndia ju do. Jeni fëmia e tij preferuar. Jeni bebja e syrit të tij. Dhe nuk ka pse të uleni diku në kish dhe të shihni njerëzit në podium dhe të mendoni se kanë diçka që ju se keni. Ja se çfarë kanë ata, kanë një dhunti që Perëndia u ka dhënë, ju keni një dhunti që Perëndia ju ka dhënë dhe jeni të barabartë në sytë e tij. Gjithçka që duhet të bëni është pjesa që Perëndia ju ka dhënë të bëni. Mjaft ndenjët në vijën anësore të jetës, thjesht të ulur aty, duke admiruar të gjithë njerëzit e tjerë që ju mendoni se i kanë gjërat në vijë, sepse asnjë nga ne nuk i ka gjërat në vijë. Lavdi Perëndis që nuk i kemi. Na zgjodhi duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij, me anë të Jezu Krishtit. E dyta që duhet të dini është se jeni të vlefshëm. Djalli do të mendoni se jeni të pavlerë. Por çfarë jam këtu, çfarë jam duke bërë? Unë jam thjesht një mama. Kjo është gjëja më e tmerrshme që thoni, jam thjesht një mama. Nënat janë njerëzit më të mrekullueshëm në faqen e dheut. Vërtet, po e them sinqerisht. Ato janë fenomenale. Ndikimi që ato mund të kenë mbi fëmijët e tyre. Ndikimi që ato kanë në shtëpinë e tyre, një bashkëshorte vendos tonin dhe humorin në shtëpi. Vetëm po t'jeni martuar me një si Devi që nuk e prish kur humorin. E dini thënje, nëse mami s'është e lumtur asnjë s'është. Mirë, në një farë mënyre është e vërtet. Ju jeni të vlefshme, të shohim Sofonia 3:17, nëse i keni lexuar ndonjëherë këto shkrime janë të fuqishme. Zoti Perëndia yt në mes teje është i fuqishmi dhe një shpëtimtar që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, ai do të ri i heshtur në kënaqësi dhe në dashurinë e tij do të qëndrojë në heshtje dhe s'do t'i përmend mëkatet e tua, do të gëzohet për ty me britma gëzimi. Kështu, kur të zgjoheni në mëngjes dhe gjëja e parë që ju kujtohet janë gabimet e së djeshmes, nuk është Perëndia, por është djalli që ju a bën këtë gjë. E dini pse? Sepse ai do që pa filluar dita, ju të mendoni për çdo gjë që nuk shkon me ju. Dua që të filloni ta luftoni djallin. Sapo të ngriheni në mëngjes dhe të dëgjoni diçka të tillë, hapni gojën dhe thoni Perëndia më do. Herën tjetër që ai t'ju thot një gënjeshtër, thoni unë jam i veçantë. Unë jam i vlefshëm. Unë ja kthej fjalën djallit dhe i them, unë ta bëjmë këtë lojë gjithë ditën. Ti mund të më thuar çfarë jam dhe unë të them kush jam. Po ecja një mëngjes, po bëja ecjen siç bëj çdo mëngjes. Dhe nuk e di pse, por atë ditë djalli po e mbushte mendjen time plot me mendime kritikuese e gjykuese për njerëz të ndryshëm. Dhe do t'ju them diçka për këtë pas pak, sepse shumë herë ne ndihemi fajtor nëse tundohemi dhe po ju them diçka, tundimi nuk është mëkat. Tundimi është thjesht tundim dhe është gjë e mirë nëse jemi në gjendje t'i rezistojmë atij dhe pavarësisht se si ndihemi të vazhdojmë të ndjekim Perëndin. Dhe mu desh të thosha 3 herë që këto mendime më erdhën dhe e thash me zë të lartë në mes të rrugës. Qepe djallë. Eci pak më gjatë, vjen një mendim tjetër. I thash qepe djallë. Pas herës së tretë, ai e kuptoi që unë s'do ta mbyllja gojën nëse ai se mbyllte. Ti i kthem fjalën djallit? Jezusi e bëri.
Sporu prej meje o Satan. Ti më ke zënë rrugën dhe je një pengesë për mua. Qepe e djallë, këtë duhet të ketë thënë, sepse kjo është domethënia. Disa nga ju nuk e kanë bërë këtë asnjëherë në jetën e tyre, e kanë dëgjuar djallin nga mëngjesi në darkë dhe janë bler nga gënjeshtrat e tij. Dhe ata kanë besuar çdo gjë që ai ka thënë për ta. Mos shkoni në kishe të këndoni mbyllë gojën djallë nëse nuk do ta zbatoni në shtëpi. Armiku po zemërohet kurse ju po pajiseni. Shkoni në shtëpi dhe jeni të rrezikshëm. Gjëja e tretë që duhet të dini është se vlera juaj nuk bazohet tek ajo që njerëzit mendojnë për ju apo mënyra si ju trajtojnë, por ajo vendoset nga ajo që Perëndia thotë se jeni. Burgu më i madh ku njerëzit jetojnë është frika e asaj që mendojnë të tjerët. Burgu më i madh ku njerëzit jetojnë është frika e asaj që të tjerët mendojnë për ta. Liria e vërtet vjen kur ne nuk kemi nevojë që dikush të na thotë se jemi të pranueshëm dhe të vlefshëm. Njerëzit mendojnë. Ju prisni flokët pak më ndryshe apo keni diçka të re dhe filloni të mos ndjeni mirë për këtë derisa dikush t'ju thotë se dukeni mirë. Ne gjithmonë pyesim njerëzit, nëse askush nuk na thot asgjë, a të pëlqen veshja ime? Dhe pastaj zemërohemi kur na thon jo. Asistentja ime është e zgjuar, i thash në mëngjes. Vesha një xhaketë të shkurtër, nuk po planifikoja ta vishja, por e mora si rezervë dhe është një stil pak më ndryshe nga ato që unë vesh, kështu që e vesha dhe i thash, a të pëlqen kjo? Dhe ajo tha, e po, ti dukesh mirë me çdo gjë. Dhe mendova, me pak fjalë nuk të pëlqen dhe aq shumë, apo jo? Por ajo është më e zgjuar se unë dhe më e sjellshme, ndoshta unë do të thosha jo nuk më pëlqen. Forca, po më ndiqni? Hej, nëse ju pëlqen diçka visheni. Nuk keni nevojë për aprovimin e të tjerëve për atë që bëni. Se di nëse kjo është liri e tepërt për ju, por dukeni të çuditur. Gjëja e katërt që duhet të bëni për një pamje të shëndetshme për veten është të thoni, më pëlqen vetja ime, s'më pëlqen çdo gjë që bëj, por refuzoj ta prish jetën që Jezusi vdiq të më jap, duke refuzuar veten time. Më pëlqen vetja ime, nuk më pëlqen çdo gjë që bëj. Mund të ri këtu e t'ju them se s'më pëlqen çdo gjë që bëj. Them diçka ndonjëherë dhe mendoj Joyce. Është keq kur e thua ti dhe është e regjistruar që ta shoh bota. Dhe them, Joyce. Nuk më pëlqen çdo gjë që bëj, por më pëlqen vetja. Dhe nuk e them këtë me asnjë lloj krenarie, besoj se Perëndia dëshiron që ta pëlqejmë veten tonë. E po mirë, mendoni pak për këtë, që ta kuptoni. A e dini diçka, sa më shumë ta pëlqeni veten, aq më të pëlqyeshëm do t'jeni. Sa më shumë ta pëlqeni veten, aq më shumë miq do të keni. E dini pse? Sepse njerëzit nuk duan të kenë një punë ku vazhdimisht ju bëjnë ju të ndjeni mirë për veten tuaj. Është punë e vështirë. Përse të mos ndjeni mirë për veten tuaj, që mua të mos më duhet t'ju nxis gjatë gjithë kohës për këtë. Mos shkoni në shtëpi, zonja, dhe t'u ngarkoni burrave përgjegjësinë për t'ju mbajtur të lumtura. E po ti s'po më bën të lumtur, ti nuk po më bën të lumtur, ti nuk më bën të ndiej mirë për veten time. Mirë.
S'po them se s'është mirë që njerëzit ta bëjnë këtë, por mos u bëni njerëz që duhet ta kenë këtë nga dikush tjetër gjatë gjithë kohës. Merreni nga Perëndia, shkarkojeni në frymën tuaj. Kjo është një nga gjërat që Perëndia më ka thënë, sepse unë isha kështu. E po Devi nuk bën këtë. Dhe Perëndia më tha, mjaft, ja le Devit përgjegjësinë për gëzimin tënd. Disa mund të shkojnë në shtëpi dhe të kenë vërtet një martesë të mirë, nëse nuk do t'ja lënë më personit që janë martuar përgjegjësinë për t'i mbajtur të lumtur vazhdimisht. E po për këtë ja vlen që erdhët në këtë takim. Forca, thash se ja vlen që erdhët në takim për këtë. Shkoni në shtëpi, bëni këtë dhe burri juaj do t'ju paguaj që të vini në takimin tjetër. Dhe do t'ju lutet të vini prapë. Gjëja tjetër që kam janë gabimet dhe dobësitë, por kam dhe aftësitë dhe pikat e forta. Kantiku i kantikëve, 4:7 thot: Ti je e tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në ty asnjë tëmet. Wow. Kjo është në fakt në Bibël. Dhe kantiku i kantikëve është ende pak sfidues për të kuptuar, kur nuk e kuptova qimen e dhis dhe disa gjëra si kjo, dhe unë nuk dua t'i kem, por është një histori dashurie midis Zotit dhe njerëzve të tij. Ti je tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në ty asnjë tëmet. Ja se çfarë dua t'ju them, Perëndia sheh zemrën tuaj. Dhe po, a i di gjërat që bëni gabim dhe a i ju qorton dhe a i ju korrigjon dhe lavdi Zotit. A i që filloj një punë të mirë në ne do ta vazhdoj atë deri ditën e fundit në tokë. A i që filloj një punë të mirë në ju do ta plotësoj atë dhe do ta çoj deri në fund. Sigurisht që kemi zona ku duhet të ndryshojmë, sigurisht që kemi gjëra që bëjmë që nuk janë të drejta. Por më dëgjoni, Jezusi nuk përqendrohet tek ato. Më kanë mbetur edhe disa minuta për t'ju bindur. Ai nuk përqendrohet tek gjërat që nuk shkojnë me ju, sepse ai e dinte çdo gjë që ju do të bënit gabim përpara se t'ju zgjidhte. Perëndia nuk ka ngecur me ju, ai ju do. Ai ju do ju. Perëndia di çdo fjalë në gojën tuaj, ende pa e shqiptuar. Dhe ky është ndoshta një nga gabimet e mia më të mëdha. Ende mund të them budallallëqe nëse jam e lodhur, apo e mërzitur, apo çfarë do qoftë, dhe zakonisht ua themi njerëzve që duam. E bëjmë këtë sepse ata kanë ngecur me ne dhe do të na falin. Dhe mua vërtet nuk më pëlqen kjo tek vetja ime, por e dini, kjo s'po e pengon Perëndin të më përdor. Dhe nuk jam ku duhet të jem, por nuk jam as ku kam qenë. Hej, kam bërë një rrugë të gjatë dhe kam rrugë për të bërë, por nuk përqendrohem se sa rrugë kam ende. Unë përqendrohem tek festimet për rrugën që unë kam bërë. Nuk do t'i jap djallit nga koha ime duke qenë e dëshpëruar për diçka që kam bërë dhe që nuk mund ta çbëj më, por Jezusi ka paguar për të me gjakun e tij. Po ju them diçka, mëkatet tuaja se janë mbuluar, ato janë fshirë. Perëndia nuk i kujton më ato. Ai ka larguar aq larg sa që është lindja nga perëndimi dhe çdo ditë është një ditë krejt e re dhe ju mund të keni një fillim krejt të ri. Mirë, dua ta them përsëri, nëse djalli arrin t'ju bëjë të mos e doni veten, ai tashmë ka fituar betejën në jetën tuaj.
Mësoni ta shihni veten ashtu siç ju sheh Ati juaj qellor, dhe kjo është në Krishtin. I zgjedhur, i vlerësuar, ai ju do, ai ju ka dhënë dhunti, ju vërtet jeni të mrekullueshëm dhe duhet ta shihni këtë.